A mund të ha më patatet e mbira? E vërteta do ju befasoj. Një grumbull, një thas i tërë me patate, madje mund të konsumohet që në fillim të ditës. Brenda pak ditës ose javësh do të gjenden gjithmonë edhe pamjet jo të kënaqshme të tyre. Patatet do të kenë mbir. Ato mund të duken vizualisht për shumë njerëz të papërshtatshme për të ngrënë. Çështja është se a janë të ngrënshme ose jo patatet e mbira? Përgjigjja gjithmonë varet. Kur patatet fillojnë të mbinë, ato zhvillojnë rizoma të pasura me elemente të cilët u japin patateve një shije të pakëndshme dhe të hidhur. Një nga këto alkaloide është solanina, e cila është e ngrënshme dhe gjendet edhe te patlıxhanët, domatet dhe specat kur janë të freskëta. Megjithatë, sasia e tepërt e solaninës që përmbajnë në rrënjë mund të konsiderohen toksike për trupin. Për këtë arsye, ekspertët këshillojnë t'i përdorni ato gjithmonë me kujdes dhe më e mira është t'i evitoni.